të pash me mundim me makinën tënde të takoj në një moment, thamë se e qave të fotokartë. Kjo është Ishte fat shpëtum atë. Po, kjo është e vazhdueshme, çdo ditë shumë ndodh. Sa lek paguar në atë makinë? Po çdo javë do të thonë i bëjmë servis të vazhdueshëm. Gomina, goma, gjona, po. Çdo javë. Po. Shumë ka dyshim. Shpenzimi ka shumë, domethënë. Po. Pra, ti pagun taksën e rrugës, pagun dhe taks plus të rrugës. Të gjitha. A pagun dy herë rrugën. Po. Domethënë janë 8 kilometra rrugë që bëhet, domethënë që është këtë gropa. Do të ecim domethënë dorë rrugë, domethënë rrugë të keqe. E kuptoj. Normalisht makina do prishë. E kuptoj. Sa herë bëm të rrugë lehtë? Po mundohemi me dalë sa morrall, që rruga është shumë e keqe. E kuptoj. Domethënë edhe kur kena ndaj punë mënonë mi shty punët që mi bë bashkë a kuptoj për dalin, mos ne. Po, del një herë mirë në rrugë. Bravo. Domethënë që mos dalim shpesh. Ti jeton këtu, ke ikur. Po, jetoj këtu. Jeton këtu, nuk e ke praktikë. Jo, jetoj akoma këtu. Me çfarë? Me bësi dhe blegtori. Çfarë malli ke, çfarë produkte? Baktetin të dhi. Edhe bëjsi domethënë, pemë, gjona. Unë për momentin kam 100 krerë dhi. Shumë mirë, super. Ke marrë subvencion këtë radhë? Po. Se flitet që... Po, kam marrë domethënë. E ke marrë, 1.500 lek, 15.000 për kokë? 15.000 domethënë e kanë bërë tash këtë vit. E kanë bërë këtë vit. E kupton, 12.000 ka qenë. Po, deri vitin e kaluar. Po, bravo, 12.000. Për këtë vit nuk janë ndarë akoma. Jo, s'janë ndarë akoma. Të shohin domethënë çfarë do bëhet. Shohin, po. Po kështu bujqësi? Bujqësi me pemë ullin domethënë. Me ullin. Po, pemë tjera gjona. Ke mirë ullin? Ndryshme, mirë, po. Po ngati te 300-400 euro lirë. Super. Domethënë për momentin, po në vazhdim shpresojmë që mi shtua akoma më shumë. Që ti ta shtosh, edhe sa tokë lirë ke për shkakun, që ta shtosh tokën. Po kam gati 1 hektar tokë. Që ke mundësi për ta me mbjell. Po. Por problemi kryesor është tek rruga që. Po pra, këtë do të thoya, nëse bëhet rruga, po s'ka dyshim. Sa mund të rritesh ti ekonomikisht që ti të prodhosh më shumë? Shumë, s'ka dyshim fare. Rruga është kryesore. Ne domethënë flasim për rrugën kryesore, se pastaj rruga që shkon tek tokat do ta bëjmë vetë në mënyrë private, kupton? Ka dyshim fare. Aty nuk vjen njëri tek toka. S'ka shans. Ato s'kan ardhur fare te rruga kryesore, ato nuk kanë gjendje me kontrollu një punëtor, më thjesht. Edhe më atë domethënë kena 2 vite që e bëjmë llaf veç për një punëtor. Për një punëtor. E kupton? Që ai në vetvete s'ka çfarë të bëj shumë, po ju thoni të paktën bëj diçka. Po të paktën justifikoj ditën e punës. Të paktën ti jetë aktiv valla, ta shohim në rrugë, se ne as nuk e shohim atë. Ka raste që shkoj muj 2 muj. E thash ti që është administratori, thash, ky ka